të kryeministrisë që janë të gatshëm për të ndërhyrë nëse do të kemi të bëjmë me një protestë të dhunshme apo me një protestë e cila mund të shoqërohet me tensione. Megjithatë, sipas të gjitha gjasave, prononcimeve të deputetëve të Partisë Demokratike, eksponentëve të rëndësishëm të saj, kjo do të jetë një protestë krejtësisht paqësore përpara kryeministrisë, protestë e cila do t'i lë hapësirë pra fjalës së qytetarëve, zërit të tyre. Kemi pasur mundësi që nëpërmjet Sara Demushit të kemi edhe prononcimin e disa qytetarëve të cilët janë të bindur edhe të sigurt se do të protestojnë sa herë që Partia Demokratike, opozita, ti thërras kundër, siç e cilësuan ata këtij regjimi i cili duhet të bie dhe i ka ardhur fundi. Mirë, kemi pra me pamjet e drejtë për drejta nga shkalla e pallatit ku banon zoti Berisha dhe me një krah të kryeministrisë me efektivët e policisë, ndërkohë që me ndihmën e regjisë doja gjithashtu që të kisha edhe një plan ku shfaqeshin qytetarët protestuesit ditën e sotme. Po, duket se sheshi pra përpara kryeministrisë është mbushur në këto momente, ka patjetër ashtu siç ka ndodhur edhe në protestat e shkuara kordon të sigurisë me efektivët e policisë të cilët janë prezent pra aty për të ndërhyrë kundrejt çdo parregullësie apo akti vandalizmi, të cilat në fakt edhe i kemi parë në protestat e shkuara. Do të jetë një protestë e cila do të mbahet vetëm përpara kryeministrisë, pra nuk do të ketë një rrugtim, ashtu siç në fakt e kemi ndjekur edhe më parë në protestat e Partisë Demokratike e opozitës, ku mbasi ka protestuar përpara kryeministrisë, ka shkuar pothuajse në çdo institucion nga i cili ka pretendime për dhënë mesazhe, por edhe për të protestuar. Pam në prononcimin e qytetarëve gjithashtu se të shumt ishin ata cilët të mbanin pankarta në duar, pankarta me mesazhe të forta të cilat i drejtohen kryeministrit ditën e sotme, mesazhe, slogane, cilat disa prej cilave në fakt kishin edhe humor në të. 1000 efektiv të angazhuar për mbarvajtjen e kësaj proteste për të garantuar sigurinë, pamjet e drejtë për drejta, flasim për pjesëmarrjet e qytetarëve të paktën në sa arrim që të shuajmë në perimetrin e kryeministrisë apo përpara saj, kordon me efektiv dhe barriera gjithashtu, megjithse kryeministria, siç patëm mundësi që ta ndiqnim edhe disa minuta më parë, është blinduar në derën e saj kryesore dhe në dritaret ku po mbahet pra ky tubim, kjo protestë e Partisë Demokratike e aleatëve tradicional të saj. Presim nga moment i moment që të zbresë ish kryeministri Berisha, i cili me shumë gjasa pritet pra që këtë rrugtim pra nga apartamenti i tij deri te kryeministria ta bëj në këmbë. Mirë, duket se ka lëvizje përpara pallatit të zotit Berisha, nga moment i moment pritet që të dalë edhe ti drejtohet, ti bashkohet në fakt të gjithë protestuesve përpara kryeministrisë, aty ku do të ketë padyshim fjalën e tij, jo vetëm zoti Berisha, por gjithashtu edhe eksponentë të tjerë të Partisë Demokratike, cilët janë marrë me organizimin e kësaj proteste, disa prej cilëve patëm mundësi të inkuradrojmë edhe me kamerën e Euronews prezent në terren për dhënë, le të themi, direktivat e fundit përsa i përket kësaj proteste, mbarvajtjes saj, e para në rrallë, nëse mund të themi, por ama jo e vetmja.